Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministra Belinda Balluku ishin dëshmitar të uljes së avionit të parë në aerodromin e aeroportit të Vlorës, që është ende në ndërtim. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama tha se aeroporti do të presë edhe fluturime ndërkontinentale dhe do të shërbejë edhe për transport mallrash. Do të bëhet kargo për herë të parë në Shqipëri. Do të ketë edhe avion kargo. Ne ndërkohë kemi pasur shprehje interesi për Tiranën dhe për Vlorën nga kompanitë mëdha që merren me logjistikën e transporteve postare dhe rrotull do të ketë zhvillime të tjera, kryesisht të turizmit, por edhe të logjistikës. Ndonse evenimenti ishte një moment festiv, kryesocialisti Rama duket se nuk ka qenë plotësisht i kënaqur me ecurinë e punimeve. Pa kënaqësinë ja shprehu edhe ndërtuesit. Ka pasur një metamorfozë jashtëzakonshme e pasur. Nga një kërkim që desha me në monumenti i derave të punës. Por nga Vlora, kryeministri njoftoi edhe për nisjen së shpejtë të operimit të një linje të re shqiptare në aeroportin e Kukësit. Air Kosova është regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit prej janarit të këtij viti dhe pritet të nisë punën së shpejti pasi të sigurojë avionët. Baza e kësaj kompanie do të jetë në aeroportin e Kukësit. Një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kukësit. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare. Sipas zëvendës kryeministres Belinda Balluku, aeroporti i Vlorës do të gjenerojë më shumë se 1000 vende pune dhe do të sjellë më shumë të ardhura për qarkun e Vlorës.